A e dini se shqiptarët e Shqipërisë janë klientët më të shumë dhe më të mirë të Grand Hotel Belushit. Një hotel malor i shpallur, hoteli malor më i mirë në Ballkan vitin 2024. Jam me Besin, menaxherin. Bes, është e vërtet që shqiptarët janë numri më i madh i klientëve? Që nga dita e parë e fillimit kur është hap lokali deri me ditën e sotme që po bisedojmë, numër 1 shqiptarët e Shqipërisë. Sepse ne na mungon të bora, kam përshtypjen dhe këtu vinë, nga cilat zona të Shqipërisë vinë? Pa përjashtim. Nga gjithë zonat e Nga gjithë Shqipërisë. zonat e Shqipërisë dhe për ne është një kënaqësi shumë e madhe të mirë presim në çdo kohë. Janë klientë që vinë një herë apo janë klientë që kthehen? Janë klientë që kthehen vit pas viti. Ka klientë që çdo 2 vikende janë Vinë vetëm për borë apo vinë dhe në verë? Jo, vinë edhe në verë, po më shumë vinë kohën e dimrit. Vinë me goma vere, besoj, si që kanë zakon Ata kanë pa shqiptarë. problem, po e kanë gjithë në si të Se loshin, shqiptarët. ju rinë mbrapa dhe për atë pjesë. Si vetë, sa kohë ke që merresh me menaxhim? Unë këtë punë punoj nga viti 2000, janë 25 vite, i lam hinën për vitin 26, menaxhem jam që 18 vite. 18 vite e që vej. Janë klientë mirë shqiptarët e Shqipërisë? Janë klientë mirë edhe dinë çka të kërkojnë. Se thoni ju vetëm shqiptarët e Kosovës vinë plazh, ja dhe shqiptarët e Shqipërisë ku i keni në mal. Në Rrugov një mrekulli, jam në Grand Hotel Belushi. Bes, shumë faleminderit. Faleminderit juve një herë, ndeshta më falenderu shumë të gjithë klientë që i kem nga Shqipëria, po ashtu edhe nga Kosova kem shumë. Patjetër, pa diskutim se mirë, po ata e bën një rrugë pak më të lartë për mbarë detën këtu. Kështu që një falënderim veçantë për ta. Ju mirëpresim. Nga Rrugova.